SPAK, tham, ka goditur një tjetër organizat fuqishme të narkotrafikut dhe ka sekuestruar pasurin në vlerën e 100 milion euro. Ja, këtu janë 100 milion. Fakt, këtu po, këtu është e vërtet 150 milion të pastruar në ndërtim, resorte, vila e tjera. Zëja Lale tani, çfarë është popullata tani edhe temperatura po rritet si shtamë, ka shumë nevojë të dëgjoj gjërat në mënyrë sa më të thjeshtëzuar që dhe t'i kuptoj. Se dhe nuk e kupton tani popullata shkret që të thotë 100 milion para tani e të gjitha që kush i kishte, dalin dhe emra që i dëgjojmë për të parë. Çfarë është kjo organizat, ja spjegon të i popullatës, dëgjon ajo, si ka nisur hetimi i SPAK dhe që janë konkluzionet e deri tanishme. Është e vërtet që bëhet fjalë për një organizat, pra nuk është një grupimi vetëm kriminal, por janë disa grupime që kanë bashkëpunuar dhe bashkëvepruar në trafikun e lëndëve narkotike të llojit kokain nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe në Shqipëri. Që sigurisht se cili prej grupimeve ka patur një krye dhe një organizator dhe po ashtu këto grupime rezulton që në pjesën më të madhe të kohës kanë marrë sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike tek i njëjti furnitor ose tek i njëjti person i cili deri më tani nuk ishte një personazh shumë i njohur për autoritetet shqiptare, por edhe për media. Tani, bëhet fjalë për një hetim të nisur 6 vite më parë, në maj të vitit 2020, Policia e Shtetit është drejtuar Prokurorisë Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me një referim, duke pretenduar që Shpëtim Aliu ose Salvatore Aliu, që ka emrin e ndryshuar, një shtetas i cili është 50 vjeçar, kishte dyshimet, ishte i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, në cilësinë e organizatorit, furnizuesit, por edhe të financuesit, dhe për këtë arsye, prokuroria do duhet të hetonte rreth aktivitetit kriminal të këtij personazhi. Ndërkohë nga ana tjetër, në të njëjtin referim bëhej me dije që vllai i tij Isa Aliu ishte i përfshirë në veprën penale të pastrimit të parave dhe në atë kohë Policia e Shtetit kishte pak të dhëna dhe fliste për një rrjet supermarketesh në qytetin e Elbasanit, të cilat përmes të cilëve dyshohej që mund të kryhej pastrim parash. Kjo ka qenë piknisja e hetimit, është regjistruar në atë kohë vepra penale ose dosja për pastrim parash, por nuk ka patur të dhëna për thuajse 4 vite me radhë, nuk ka dhënë asnjë rezultat. Në vitin 2025, nga një tjetër dosje penale, është zbërthyer kodi i skaj të njërit prej personave të dyshuar dhe konkretisht ati që mund të konsiderohet si personazhi më i rëndësishëm i narkotrafikut në këtë organizatë kriminale, që është Shpëtim Aliu, një personazh i larguar shumë herët nga qyteti i Elbasanit, i vendosur kryesisht me bazë në një nga zonat rezidenciale në Dubai, në Ekuador, por ndërkohë frekuentonte shpesh edhe Dubai dhe në Ekuador kishte arritur të krijonte lidhjet me kartelet atje dhe të siguronte sasi të mëdha të kokainës dhe furnizonte grupime të ndryshme kriminale. Tani, në momentin që është zbërthyer skaj, nga përpunimi i të dhënave dhe bisedave të zhvilluara mes personave të ndryshëm dhe krerëve të grupeve tjera kriminale, prokuroria e posaçme ka arritur të firmos në total 10 urdhër arreste, është ekzekutuar vetëm njëri prej tyre, të gjithë personat e tjerë janë në kërkim. Rezulton që grupimi kriminal i drejtuar nga Shpëtim Aliu, po përmend emrin e lindjes jo të ndryshuarin, bashkëpunonte me 4 grupime të rëndësishme kriminale. Grupimin e Dritan Gjikës, një personazh shumë i njohur nga autoritetet e Ekuadorit i arrestuar atje, madje i përfolur me lidhje shumë të forta deri në qeverinë e Ekuadorit, grupimin e Eldi Dizdarit, një personazh i përfolur që nga 2018 për shkak të përplasjes që pati me Ervin Matën dhe me Ervis Martinin. Ervis Martinin e dim që është i zhdukur pa gjurmë prej vitesh, ndërkohë që Ervin Mata është i arrestuar aktualisht në Brazil për llogaritë një urdhër arresti të SPAK, po për trafik të kokainës dhe grup të strukturuar kriminal. Po ashtu grupimi Shpëtim Aliut furnizonte me drogë edhe një tjetër grupim të dyshuar dhe që drejtohej nga Armando Pacani. Armando Pacani ka qenë thuajse një fantazëm për autoritetet shqiptare, është kërkuar nga autoritetet e Brazilit dhe ka një dosje të rreth 700-800 faqe ku jepet i gjithë aktiviteti, është i pari shqiptar që ka përdorur edhe vendet e Afrikës qendrore për trafikun e lëndëve narkotike të llojit kokain. I vetmi grupim që ishte thuajse i panjohur dhe i papërfolur deri më sot është ai i Sokol Bibaj. Në pamje të parë, vllai i tij Nikol Bibaj rezultonte biznesmen në Shqipëri, kishte arritur
të investonte në ndërtim, kishte marrë një sër projektesh që kishin bënin për ndërtimin e resorteve, hoteleve luksoze e tjera me radhë, por nga ana tjetër vllai i tij konsiderohej si një grosist i trafikut kokainës, i përqendruar kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe që sillte miliona euro në Shqipëri dhe që pastroheshin përmes vëllezërve të tij në Shqipëri, tash kryesisht në ndërtim, mbetet për të parë pastaj edhe mënyra të reja të tjera të pastrimit të parave. Çfarë bënte përshtypje në gjithë këtë histori, në ato pak materiale sa kanë rrjedhur në lidhje me këtë kartel kriminal, është që Shpëtim Aliu arrinte të siguronte brenda një periudhe shumë të shkurtër miliona euro. Pra vetëm në 2 biseda, të cilat janë bërë publike deri më tani, vllai i tij Isa Aliu e orienton dhe e informon Shpëtim Aliun që kishte 6 milionë euro cash dhe ky më pas përmes një bisede të dytë i thotë që brenda pak ditësh do marrë edhe 20 milionë euro të tjera. Pra shumat që fitonin nga tregtia e kokainës ishin marramëndse dhe investoheshin kryesisht në ndërtim. Fillimisht ka patur një shqetësim shumë në rritje mes dy vëllezërve, sa i përket pastrimit parave, madje Shpëtim Aliu e orientonte vllain që t'i groposte parat në fuqi 50 litroshe në tokë me qëllim që të mos kapeshin nga autoritetet ose të blinte apartamente të posaçme dhe të bënte ndarje për t'i vendosur parat aty. Me sa duket, mënyrat inovative që kanë të bëjnë me kriptomonedat apo përmes kompanive të vogla fillimisht dhe më pas të ligjëruara në Shqipëri kanë arritur të injektojnë miliona euro në tregun e ndërtimit dhe prokuroria e posaçme ka arritur të sekuestrojnë në këtë grupim kriminal 150 milionë euro. Pra këto janë të sekuestruara deri më tani, që janë kryesisht vila luksoze në zonat bregdetare, janë hotele që janë në një farë mënyre të lidhura me brende shumë të njohura ndërkombëtare, më pas janë llogari bankare, janë sipërfaqe toke e tjera me radhë. Duhet theksuar që Shpëtim Aliu nuk ishte shumë i njohur për autoritetet shqiptare, por nga ana tjetër ai ishte i kërkuar nga autoritetet e vendeve tjera. Në Shqipëri, nipi i tij, Oklid El Owejni, që është gjithashtu me mas të re sigurie, ka qenë më herët po me mas për vrasjen e një biznesmeni në qytetin e Elbasanit, Mundi Mhalla, ne kemi drejtuar edhe në emisionin tuaj, dhe në atë kohë tha që bëj fjalë për një borxh prej 700.000 eurosh, por duket se dhënat po flasin për një vrasje që ka të bëjë pikërisht me prishjen e pazareve të drogës. Karakteristike në rastin konkret është që ky kartel kriminal, përveç se rasti të Elbasanit, nuk rezulton nga hetimet e deritanishme që të ketë patur vrasjen në mesin e rivalve. Pra kryesisht ato kanë bërë biznes të pastër. Pra unë sjell kaq kilogram, madje ka disa detaje aty në dosje që thuhet do të hysim Europën me kokainë ose kemi kaq para, unë po nis për shembull sasi deri në 8 ton në muaj. Por duhet kemi parasysh dhe një gjë që grupimet e ndryshme, thash, një grupim drejtohet nga Eldi Dizdari, një tjetër nga Armando Pacani dhe Sokol Bibaj, nuk furnizoheshin vetëm nga Shpëtim Aliu, furnizoheshin edhe nga grosistë të tjerë dhe përgjithsisht pjesë e këtyre grupimeve ishin dhe shtetas nga Ekuadori, nga Kolumbia, nga Peruja, Brazili e tjerë me radhë. Pra nuk ishin grupe tërësisht shqiptare. Për shembull Armando Pacani, pjesën më të madhe të grupit që drejtonte, kishte të bënte me shtetas të huaj. Unë do t'ju dërgoj një sket që e kam siguruar nga dosja hetimore, që është ja kaloj tani Rozhanit, që tregon mënyrën se si grupi Armando Pacanit funksiononte. Armando Pacani është larguar nga Shqipëria kur ishte vetëm 12 vjeç. Dhe sot, deri para pak kohësh, derisa autoritetet e Brazilit e kanë identifikuar dhe kanë shpallur në kërkim, autoritetet shqiptare nuk kishin një foto të tij. Pra nuk arrinin dot sistemin tim, sepse fotoja që ai kishte në sistem ishte e shumë viteve përpara, kur ishte larguar me dajen e tij në drejtim të Gjermanisë. Ai është i martuar me shtetaste të huaja. Pra ideja është që ishte një personazh thuajse i panjohur, ndërkohë që për Shpëtim, më falni, për Dritan Gjikën është folur për një kohë shumë të gjatë për shkak lidhjeve shumë të forta që kishte me antarë të qeverisë në Ekuador apo me personazhe shumë të njohur atje.